Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. I ke shkruar të dashurit tim, Xheneta bën deklaratën e fortë ndaj moderatores. Ajo çfarë nisi si një diskutim i qetë në e diell, mori papritur kthesën që askush nuk e priste. Finalistja e njohur Xheneta Fetau nuk kurseu as pak moderatoren Sara Gjoka, teksa në mes të emisionit ngriti një pretendim të fortë. I ke shkruar të dashurit tim, ndërsa isha me të. Situata u tensionua menjëherë duke i habitur edhe të ftuarit e tjerë, pasi tema e ditës nuk ishte as pak kjo. Por për Xhenetën ky ishte një moment për të kërkuar llogari. Me tone të drejtë për drejta dhe pa shumë filtra, modelja e bëri të qartë se ndjen se është thyer një kufi, ndërsa Sara e vendosur përballë akusës u përpoq të ruaj qetësinë e saj.